Kjo grua hëngri vezë çdo ditë dhe pas një jave nuk e besoni rezultatin. Ngrënia e vezës në ditë mund t'ju vinë në ndihmë kundër problemeve të shëndetit kardiovaskular, sipas një studimi të publikuar në revistën Heart, të cilës i referohemi, njerëzit që hanë një vezë në ditë janë në 18% më pak të riskuar të humbasin jetën në mënyrë të parakohshme për shkak edhe të sëmundjeve kardiovaskulare. I njëjti studim thotë se, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Njerëzit që hanë vezë çdo ditë janë rreth 28% më pak të rrezikuar nga ishemia, gjithashtu edhe nga hemoragjia cerebrale. Një studim i të dhënave të plot 400.000 të rriturve citoi se shtimi i vezëve në vaktet tuaja ditore do të luajë një rol të mirë parandalues kundër inflamacioneve. Personat të marrë pjesë në këtë studim ishin të moshës nga 30 deri në moshën 79 vjeçare. Studimet të tjera të cilat u bazohen sipas Healthline analizuan regjimet ushqimore të pjesëmarrësve dhe sasinë e vezëve të konsumuar në dietën e tyre. Dhe ekspertët arritën në përfundimin se shtimi i vezëve në vaktet tuaja ditore u regjistrua gjithashtu me përfitime të mira për shëndetin e tyre. Njerëzit që kishin një konsum mesatar të vezëve një herë në ditë kishin më pak gjasa të prekeshin nga sëmundjet e shëndetit kardiovaskular. Këtu përfshihet ataku në zemër, ishemia, hemoragjia cerebrale, sëmundje të tjera të njëjtit grup. Por cilat janë vlerat e vezës për organizmin dhe si ndikojnë ato në shëndetin e përgjithshëm? Vezët janë të pasura me kolinë. Shkencëtarët kanë provuar se kolina, kjo vitaminë e veçantë, është materiali ndortimor më i rëndësishëm për trurin. Nëse hani vezë rregullisht në vaktet tuaja ditore, trupi juaj merr mjaftueshëm nga këto ushqyes. Mungesa e kolinës do të çojë gjithashtu edhe në rënje më të madhe të kujtesës. Do të keni sy më të mprehtë dhe shikim më të fuqishëm me shtimin e vezëve në dietën tuaj. Vezët e pulave janë të pasur me lutein. Kjo substancë është përgjegjëse për shikimin e qartë dhe atë të mprehtë. Me mungesën e këtij, indet e syrit dëmtohen dhe shikimi juaj përkeqësohet në mënyrë të pakthyeshme. Vitamina D dhe kalciumi që gjenden te vezët do të luajnë një rol të mirë parandalues kundër inflamacioneve. Sipas të dhënave, vezët janë të pasura me vitaminën D, e cila ndihmon gjithashtu organizmin të përthithë më mirë nivelet e kalciumit në të. Vitamina B mbron lëkurën, flokun dhe mëlçin. Biotina, vitamina B12 dhe proteinat e tretshme ushqyese kontribuojnë gjithashtu në forcimin e flokut dhe të lëkurës suaj. Dhe shtimi i vezëve të zjera në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar për organizmin. Elementet që përmbajnë vezët e pulave provojnë eliminimin e toksinave nga mëlçia. Vezët e zjera janë një mundësi shumë e mirë ushqyese për trupin dhe ju ndihmojnë të evitoni kilogramat e tepërt trupor. Shkencëtarët dolën në përfundimin se konsumi një diete me pak kalori dhe vezë për mëngjes mund të ndihmojë në humbjen e peshës 2 herë më shpejt, duke promovuar kështu një shëndet më të mirë të trupit dhe një tretje më efektive. Një mëngjes i tillë do ju mbajë të ngopur për më gjatë, duke ju lejuar të ulni sasinë e ushqimeve të konsumuara gjatë ditës dhe të evitoni kështu kilogramet e tepërt. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezëve është në formën e tyre të zjerë. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë ndodh organizmit tuaj kur ju e konsumoni në këtë formë? Vezët e zjera janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për të nisur ditën. Sipas Healthline, në këtë video do ju njohim me përfitimet kryesore që do të merrni me konsumin e vezëve të zjera në dietën tuaj dhe ndikimin e tyre në organizëm. Vezët do të përmbajnë 210 mg kolesterol, ku zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim sepse yndyrnat që përdoren në skuqe mund të rrisin gjithashtu kolesterolin në organizëm. Ekspertët e Healthline shtojnë në një zëri se
Konsumi i vezëve të zjera në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi shumë e mirë për organizmin. Sipas të dhënave, ngrënia e vezës për mëngjes, si pjesë e një regjimi të kujdesshëm shëndetësor, mund të luajë një rol të mirë parandalues kundër inflamacioneve. Shtimi i vezëve në vaktet tuaja ditore do ju pasurojë gjithashtu edhe me yndyrna më cilësore. Vezët e zjera do të nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat do të ndihmojnë edhe në ruajtjen e niveleve të kolesterolit në gjak, ndërsa do të ulin gjithashtu edhe riskun e krijimit të problemeve të shëndetit të zemrës. Këto yndyrna të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu edhe në rregullimin e insulinës në gjak, e përrjedhojë edhe niveleve të sheqerit në gjakun tuaj. Vezët e zjera do t'japin më shumë proteinë cilësore në dietën tuaj ditore. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele shumë të larta të proteinave. Organizmi juaj ka nevojë për proteinë të forcojë muskujt, por mbi të gjitha proteinat të ndihmojnë organet e trupit të mundësojnë një strukturë të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave. Shëndeti juaj i syve do të përfitojë ndjeshëm nga konsumi i vezëve të zjera. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore në ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj shtimi i vezëve të zjera në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar për shëndetin tuaj. Do të keni kocka më të forta me shtimin e vezëve të zjera në vaktet tuaja. Vezët e zjera janë të pasura me vitaminën D, vitaminë e cila është e rëndësishme për kockat dhe dhëmbët e fortë gjithashtu. Vitamina D mundëson kockave një përthithje më të mirë të kalciumit dhe të rregullojë gjithashtu nivelin e kalciumit në trupin tuaj. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë më i fortë edhe më i shëndetshëm. Vezët e zjera mund t'i kombinoni fare lehtë në vaktet tuaja ditore, dhe rezultatet që do të merrni në fund do t'jenë fantastike për ushqyerjen tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve që i kanosen organizmit tuaj në tërësi. Shtimi i vezëve brenda nevojës së duhur ditore mund të jetë gjithashtu edhe një nga produktet më të rëndësishme për ushqyerje. Veza cilësohet si një qendër proteinike dhe e ngarkuar me 13 vitamina dhe minerale të ndryshme, acide yndyrore omega-3 dhe antioksidant. Vezët janë një zgjedhje shumë e mirë për mëngjes. Studimet e shumta kanë treguar se ngrënia e vezëve në mëngjes, jo vetëm që do ju bëjë të ndjeni të ngopur për më gjatë, por gjithashtu ju ndihmon të ruani më mirë edhe nivelin e sheqerit dhe të insulinës, duke ju ndihmuar të mbani larg këto komplikacione. Vezët janë një nga burimet ushqyese më të natyrshme për të siguruar lëndët ushqyese për organizmin. Fuqia e kësaj pakete të përsosur është e pakrahasueshme, nga përmirësimi i funksionit të trurit, mbështetja e shëndetit fizik deri te rritja juaj, vezët mund t'i japin gjithçka, citon dietologja Gerima Gojal. Ajo rendit edhe arsyet pse duhet i shtoni vezët në dietën tuaj. Vezët përmbajnë 13 vitamina dhe minerale të ndryshme, duke kërkuar trupin që t'i jap një burim të pasur të antioksidantëve dhe proteinave cilësore. Dëndësia e lartë e ushqyesve të veza u mundëson atyre një mbështetje më të mirë për sistemin natyror imunitar të trupit dhe për rritjen fizike. Mund të veprojnë si element kryesor të rëndësishëm të një diete të balancuar dhe të ekuilibruar mirë vezët. Një vezë në madhësinë mesatare të zgjerë ka rreth 77 kalori dhe përmban vitaminën A, B5, B12, B6, D, E dhe K, dhe minerale të tilla si folati, fosfori, seleni, kalciumi, zinku, 6 gram proteinë dhe 5 gram yndyrë të shëndetshme për zemrën. Vezët janë të mira për shëndetin e syve, e pasur me lutein dhe zeakanthin e verdha e vezës, vepron si një antioksidant i dobishëm që zvogëlon në riskun e kataraktës dhe degenerimit makular në sy. Vezët janë të pasura me vitamina A, vitamina të rëndësishme për nevojën më të mirë të shikimit të qartë. Omega-3 që gjendet te veza është esenciale edhe për funksionet e zemrës, trurit dhe mbrojtjen e syve. Vëmendje. Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.